Si shkollë e dashur nga jashtë ka prezantuar veten qerdhja private Mama Kids Academy. Por Edona Avdyli Vunici e gjeti me shenja dhune vajzën 1 vjeçare që e çon në këtë institucion. Ajo thot se edukatorja Behare Gashi e ka telefonuar për ta marrë vajzën në qerdhe, duke u ankuar se vajza po qante dhe po i zgjante fëmijët e tjerë nga gjumi, dhe tek kur ka shkuar në shtëpi vajzës janë vërejtur shenjat e dhunës. Më të që e ke marrë vajzën e më ka vrejt që e ka një shej të pista e faqe si gjak, po mësusja tha që është në ndyrë, ma dhe i besuva, nuk e këshyra njëherë heq, po më të që largove e poshtë që e ka edhe një madhjusje edhe është në gjak. Edhe jë më shku me njëherë të mësusja. Avdyli Vunici thot se edukatorja nuk e ka pranuar se ka ushtruar dhunë, por pamjet e kamerave e kanë dëshmuar të kundërtën. Insistova që mi po kamerat, edhe mos që i po shkamerat i kemi këshyr, njëherë e ta gjujt me top, qiken, për shumë kështu me dhunë, edhe mas pak sekundave ka ko peke vetit me dhunë për fyte, edhe ka gjujt për tuke. Edhe ma shumë s'ko mujt me posë, jenat me ru. Avdyli Vunici tha se është ende në shok dhe tregoi se pasi i pa pamjet e kamerave, edhe edukatorja Gashi e pranoi se ka ushtruar dhunë ndaj vajzës së saj dhe ka kërkuar falje. Ajo dyshon se dhunë është ushtruar edhe në raste të tjera. Para një 3 jave ka pas një të mshajnë hunë. E ka pas në vjes për shumë hunën. Edhe i po më pyqë mësusën e krejtë, më kanë thonë që nuk e dina, na është ta urëzu. Edhe jënë mënu me mbindë, edhe e lash, është një siguri urëzu. Edhe më thonë qaj u shaje dhunës, pas ka orë për dhunës mësusës. Koha ka kontaktuar edhe me edukatoren Gashi, por ka refuzuar të flasë. Njëjtë ka vepruar edhe stafi i qerdhes. Stafi nuk ka pranuar të flasë, me që ka thënë se drejtoresha nuk është në qerdhe. E një nga familjarët e viktimës tha për kohën se qerdhja e ka larguar edukatoren nga puna. Pas këtij rasti nuk ka pasur reagime as përgjigje nga Ministria e Arsimit e as Komuna e Lipjanit. Ndërkas ndaj edukatores Gashi ka nisur hetime nga Prokuroria Themelore në Prishtinë në ndyshimin se e ka kryer veprën penale lëndimi lehtë trupor.